Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar teleshikues kudo që jeni, ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni që ne përjavshëm takohemi me ju dhe shtjellojmë ndonjë ngjarje ose ndonjë narracion për ndonjë popull eventualisht, profet që Kur'ani e ka vlerësu Allahu Gjelle Gjelaluhu ta fut në te, ta përmend dhe për ne të jetë një udhëzim, një mësim se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Duke qenë se Allahu Gjelle Gjelaluhu thot ma farratna fil kitabi min shay, nuk kemi lënë pra gjëra të mangta në librin e Allahut, ose edhe nuk kemi tepruar asgjë në librin e Allahut, në kuptim pra më të sakt ajo që është e nevojshme të di njerëzit, duhet ta mësojnë në librin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, jo pa merit. Kur'ani pra është libri më i nevojshëm i tërë njerëzimit, pavarësisht se e dim apo nuk e dim, e duam apo nuk e duam, e besojmë apo nuk e besojmë. Jemi më të nevojshmit për te në shumë aspekte, në shumë fusha, edhe për leximin e tij që është ibadet në vetvete, e mos flasim pra meditimi dhe mësimi i mësimeve të tij që është pra në te e kaluara e njerëzimit, është morali i spikatur për njerëzimin, është normativa ose legjislacioni më i veçantë i njerëzimit dhe është përshkrimi për atë që na pret për botën tjetër, për mbar njerëzimin. Gjitha këto ne nuk mund t'i shmangemi dhe nuk mund të bëjmë një botë tjetër të ahiretit pra pa ne ose pa njerëz të tjerë. Ne nuk mund të themi se pse dikush nuk e beson nuk do të ringjallët, të gjithë do të ringjallë, andaj edhe kurdo që i bijnë mas njerëzit vetes dhe e marrin Kur'anin si libër të tyre, si model me cilin do të jetojnë dhe mund të jetojnë, atëherë kjo është përparësia më e mirë dhe më e madhe që ata të jenë të këndellur që në këtë botë t'i bijnë mas vetes dhe të mësojnë prej asaj që libri Allahut rrëfen. Të respektuar teleshikues, me njeriun e madh Ibrahimin a.s. jemi që disa halka, që disa javë me ju, dhe ne nuk mund ta përmbyllim edhe sot pa përmendur ngjarjen shumë madhore, shumë të veçantë që lidhet me Ibrahimin a.s. pas atyre të tjerave që janë përmend deri më tani. Ibrahimi i tëri është i veçantë, i tëri është i madh. Ibrahimi është krejt histori, Ibrahimi është a.s. është krejt mësim, jo pahiri. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zgjedhur ta ketë të veçantin e tij, dostin e tij ta quaj pra, sa që po të shikohen tekstet për Ibrahimin a.s. sikur të duket që ka qenë njeriu më i favorizuar mbi rrezullin toksor. Po të mos ishin fjalët e vetë Allahu Gjelle Gjelaluhu pastaj për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të thonim me shumë lehtësi që Ibrahimi ka qenë njeriu më i madh. Por në fakt edhe po të bazoheshim në vetë deklaratat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili për vete fliste me shumë modesti, sikur kur përmendi atë ngjarjen që Ibrahimi i kërkoi Allahut ti dokumentoj në kuptim pra ti figurativizoj se si i ringjall të vdekurit, Allahu ja tregoi mundësinë se si të veproj me 4 shpend, ti coptoj, ti prej ata dhe pastaj thirri, ata do të vinë duke vrapu, duke fluturu. Në këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ne jemi më nevojë, më shumë kem ne dyshim se Ibrahimi për ringjalljen. E këtë e kishte thënë nga modestia se i dërguari sallallahu alaihi wasallam 3 vite para
e shpadhjes kishte shku në shpellë për të meditu një të vazhdueshme se ç'është kjo botë, ç'është kjo gjithësi, ç'është ky adhurim i kot që e bëjnë tjera, pra i kishte shumë atribute të besimit monoteist në vetveten e tij. Në këtë rast Ibrahimi a.s. pra ishte i veçantë, por veçanëria e tij lidhet edhe me çështjen shumë madhore që sot e kësaj dite për ne muslimanët sidomos është akti më sublim i Ibrahimit a.s. e kem fjalë për ndërtimin e Qabës. Qabja ishte një ndërtesë që Ibrahimi a.s. ka pas gjas t'i gjente themelet e saj. Pra, ka mundësi, të themi, ishte një ndërtesë që ka ekzistuar më herët, por që i kanë mbetur vetëm themelet e saj. E ka mundësi edhe që Ibrahimi t'jetë nismetari, themeltari i parë i themeleve të Qabës. Këtë do t'a shtjellojmë tani në këto minuta, do të shohim se çfarë lidhet me këtë ngjarje kaq të madhe. Ibrahimi a.s. të respektuar të rishikues, kur la gruan e tij Haxherën dhe djalin e tij Ismailin në një vend që ishte me frymëzim, me udhëzim nga Allahu xhalla xhelaluhu, që ata aty të zbarkonin, aty të rrinin dhe të qëndronin, e të mos i merrte përsëri me vete atje ku ishin më parë, pra në Sham, në tokën e shenjtë, në Palestinë e të ngjashme. Aty kur i vendosi dhe bëri lutje Ibrahimi a.s. gjatë kthimit të tij, pra se unë lash fëmijën tim, familjen time tek shtëpia jote e shenjtë, pra është një prej sinjaleve, prej shenjave që Ibrahimi a.s. e ka ditë se aty ka pas një shtëpi, e që s'ka mund ta ditë po të mos ishte e ndërtuar ajo që më herët. Nga kjo pra mund të kuptohet se Ibrahimi a.s. pra ka pas njohuri të mëhershme se dikush përpara tij e ka ndërtuar Qabën, dhe këtu kemi mendime të dietarëve. Pra thuhet me kronologji, po e themi, se me lajket, respektivisht Gjibrili, kishte ndërtuar Qabën 2000 vjet para se të vjen njeri i parë Ademi a.s. Dhe nuk kemi kur farë dileme se Allahu e përmend se është ndërtesa e parë për adhurim për njerëzit. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Shtëpia e parë që është ndërtuar mbi rruzull toksor është ajo që është në Bekke. Bekke është emër sinonim i fjalë i Mekës. Pra është quajtur Beitul Ma'mur e të ngjashme me emra të ndryshëm, ose vendi i Beitullahi, kështu të ngjashëm, pra, por Bekke dhe Mekke janë emra sinonim që kanë të bëjnë me të njëjtin vend, për të njëjtin hapësirë gjeografike. Pra shtëpia e parë është ajo që është ndërtuar në Bekke, në Mekë, pra. Nëse është e para dhe e ka ndërtuar Ibrahimi a.s., i bie se janë plot profet që kaluan më herët dhe nuk kanë pas tempull të adhurimit. A mund të duket kjo e pranueshme? Po të ishte pra Ibrahimi i pari, logjikisht nuk duket e pranueshme, por të jemi edhe të drejtë me vetveten, ne folëm për Ademin a.s., folëm për shembull Hudin a.s., për Salihun a.s., për Nuhun a.s., nuk përmendëm se ata adhuronin Zotin në faltore të caktuar, për shembull në vendet e tyre, as në Ahqaf, as atje pra në Medain Salih, as në ndonjë vend tjetër pra ku ka jetu Nuhi a.s., pra nuk përmendet faltoria. Një sinjal ishte dhënë që Qabja kishte qenë në vend i adhurimit, mendohet që te populli Ahqaf, kur dërguan për shkak të thatësisë, pra populli i Hudit a.s., populli Ad, dërguan një ekip që të shkonin dhe ta adhuronin Zotin në Mekë.
Pra, i bie se ka pas mundësi që t'jetë qabja e ndërtuar në atë kohë ose t'jetë vend i njohur për adhurim të posaçëm ndaj Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo i bie se tërthorazi kështu është përmend dhe mund të mos jetë e saktë që Ibrahimi të ketë qenë i pari. Pra mund të jetë verzioni se të parët që kanë ndërtuar qabën kanë qenë për melajket e kanë ndërtuar para Ademit a.s. Mendimi tjetër thot në kronologji është Ademi a.s. ai që ndërtoi qabën. Dhe ai është pra që ka hap themelet e saj dhe ka bërë ndërtesën e qabës. Se në çfarë madhështie, në çfarë lartësie, kjo mund të mos dihet, por nëse thuhet qabja është ndërtuar në themelet e mëparshme, atë të paktën dihet sa ka qenë gjatësia dhe gjerësia e saj, pra se i bie është kjo e njëjta në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend. Pra bëhet fjalë sot qabën që e kemi, dimensionet janë mbi ato themele, atëherë i bie se gjerësia dhe gjatësia pra janë të njohura, e lartësia mund të mos kenë qenë e njëjta. Allahu di më së miri. Thuhet se Ademi a.s. vetë nuk e ka ndërtu, por djali i tij që më vonë ka qenë profet, i pa përmendur në Kur'an si i tillë, shithi pra, ai e ka ndërtu qabën. Edhe ky është një mendim që ka ekzistuar dhe ekziston edhe mendimi tjetër në fund fare që Ibrahimi a.s. është ai i pari që ka vendos themelet. E në fjalën e Allahut wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kur Ibrahimi me djalin e tij Ismailit ngritën ndërtesën mbi shtyllat pra të shtëpisë, i bie pra nuk mund të thuhet shtëpisë pa pasën ajo ndërtuar më herët. Dhe kjo i ka bërë dietarët që të anojnë se Ibrahimi ka vazhdu ndërtimin pra. Disa tjerë thonë nuk është kusht që kjo të ketë qenë e njoftun, por të ngritën themelet e shtëpisë ose shtyllat e shtëpisë, nuk i bie se patjetër ato kanë qenë të vendosura nga dikush më herët e dikush e ka vazhduar, dhe kjo mund të përputhet që Ibrahimi mund të ketë qenë i pari që e ka ndërtuar qabën. Ka plot prej dietarë të mëdhenj që anojnë edhe ka ky mendim. Andaj nuk mund të jemi asnjëherë të përbetuar të themi se me çdo kusht qabja është ndërtuar vetëm në kohën e Ibrahimit, se kjo është mendimi më i saktë dhe më i argumentuar. Jo, ka plot dietar të mëdhenj që thonë këtë mendim, por ka plot tjerë të mëdhenj që e mendojnë se Ibrahimi ka vazhduar ndërtimin. Pse po e përmendim dhe pse është me nevojë që të thuhet kjo dilemë, të kuptojmë pra atë gjenezën, dhe nga ky prizëm shpirti im, jo që jam unë t'i vlerësoj dietarët se cilët e kanë më mirë apo më pak mirë, për të mos thënë më pak të argumentuar, më anon se derisa e tërë historia e Ademit a.s. po ashtu lidhet me Mekën. Edhe krijimi i tij në tokë edhe pastaj zbritja e tij në tokë, po ashtu në Mekë, edhe nëse s'ka qenë në Mekë të paktën me gruan e tij Havën, është takuar në Mekë, respektivisht në Arafat, të kodra e rahmetit, të mëshirës. Pastaj ngjarje të tjera që lidhen takimi me shejtanin kur e ka gjujt me gur që është në Mina. Me fjalë tjera, shumë argumente ekzistojnë që Ademi a.s. Vendbanimin e tij mund ta ketë pas në Mekë. Dhe nëse do ta kishte pas vendbanimin e tij në Mekë, atëherë a thua vallë dhe derisa po ashtu numërohet ndër pejgamberët e Allahut, edhe nëse jo sikur niveli i Nuhit, pra ka qenë thirrës i familjes, atëherë megjithatë ku ata kanë adhuru Allahun, derisa adhurimi kolektiv e ka një gjë tepër, domethënë se në fenë e Allahut, e cila fe është e pandryshuar në kuptimin e koncepteve nga gjeneratat e mëhershme dhe gjeneratat e mëvonshme. Pse po e themi kështu në kuptim të koncepteve? Sepse për çdo pejgamber thuhet që ka falë namazin.
pra përmendet lutja, namazi, se çdo pejgamber pra ka qenë i tillë që është lut. Ai kanë pas 5 kohë të namazit apo 50 kohë. I kanë pas me nga 4 rekate apo me nga 3. A kanë qenë rekatet me 2 rukuja, me 3 apo pa të fare. Sejdët janë bërë kështu apo ashtu, këto nuk i dim me detaje. Pra ne dim vetëm për namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e falim edhe ne sot dhe e kem në mënyrë të trashëguar në mënyrë të lartë të besnikërisë dhe besueshmërisë, për shkak se gjeneratat e tëra na e kanë përcjell mënyrën e faljes së namazit dhe që e themi prash me tewatur, me grupe të mëdha të njerëzve që transmetojnë bartin nga njëra palë në tjetrën. Kështu që derisa të gjithë kanë kry adhurime, atër do të ishte e pamundshme logjikshëm që të mos kenë një tempull të adhurimit më herët. E gjesa Ibrahimi a.s. tash po ndërton Qabën me djalin e tij Ismail, tash që her pas here po e vizitonte, më herët kur ishte fëmijë, pra e bëri kurban djalin e tij Ismailin, bëri, pra ishte i pari që prejti kurban. Len të përmendet këtu një detaj, pse prejti për kurban Ismailin, pse tentoj pra ta bëj kurban, janë 2 arsye kryesore. Është mëse e njohshme që Ibrahimi a.s. e deshi Allahun fort, e adhuroi fort dhe nuk krahasoi asnjëherë asgjë me Allahun. Thuhet se kur i lindi Ismaili, filloi ta donte edhe atë shumë. Dhe ishte shumë i lidhur për të, saqë e vizitonte kohë pas kohe, edhe pse në foshnjëri të tij e la urdhrua ta lej atje në Mekë, e ky jetonte në Sham. Edhe dashuria e tij e madhe thuhet se ka qenë arsye që Allahu ta sprovoi pikërisht në atë se cili është më i madh. Është në gjendje ta bëj këtë të dashurin në tokë kurban për më të dashurin e tij. Dhe Ibrahimi në fakt e realizoi këtë dhe Allahu i tha qad saddaqta ar-ru'ya dhe o taraknaka fil akhirin. Ne te kryte detyrën, misionin, e dha provimin, e nuk është qëllimi jonë që te ta thërësh vërtet kurban. Ky është një version, në versionin tjetër thuhet, mendohet se Ibrahimi a.s. Kur ishte lutur Allahu xhalla xhelaluhu që t'i falte fëmijë, Allahu i përgjigjet lutjes, por ai kishte bërë edhe një zotim. Cilën zotim? E kishte bërë një zotim se nëse ti më fal fëmijë, unë do ta bëj atë kurban për ty. Kurban për ty nuk është e fjala patjetër ta prej, por kurban që të jetë në rrugën tënde. Dhe kjo në fakt ka qenë lutja edhe profetëve të tjerë që do t'i përmendim edhe masanej, pra për fëmijët e tyre. Pra jo që janë lutur vetëm të kenë fëmijë, por të kenë trashëgimtar të tyre në besim. Jo vetëm që janë lutur që të kenë fëmijë, por janë lutur që ata fëmijë të jenë të mirë. Dhe Ibrahimi në këtë rast kur është është lutë që hebli minas salihin, jep mu nga njerëzit e mirë, pra jo vetëm, si thot nga njerë dikush, vetëm ta shijen e evladit. Nuk është këtu poenta. Shija e evladit shijohet kur ai është i mbar, kur është i mirë, kur është korrekt, kur është i dobishëm, që ta shijosh në gjitha etapat e tij. Fëmia e vladi nuk është kukull që ne të lozim me të, vetëm kur ai është i vogël. Do të ditë se fëmia më vonë mund të shndërrohet në diçka që është problem. Fëmia mund të bëhet më vonë diçka që mund të devijoj, të largoj nga rruga e Zotit. Fëmia mund të jetë më vonë e tër mërzia jote, i tër preokupimi jot. Fëmia mund të jetë personi që mund të largoj nga adhurimi i Zotit një. Pra, kjo është që nuk du t'i lutemi Allahut me do mos që vetëm të kemë fëmijë pra kur nuk kemi. Unë kur po e përmendi për fëmijën, e njëjtë është për pasurinë. Plot njerëz janë të devijuar vetëm se janë të pasur.
plot njerëz devijojnë kur arrin lart në pozita dhe i trajtojnë njerëzit në mënyrë mizore, në mënyrë të padrejtë e të ngjashme. Andaj Ibrahimi a.s. u sprovua me çështjen e kurbanit dhe i përfundoi gjitha ato, por tash kur u rrit Ismaili u martua dhe ngjarja e martesës së tij edhe ajo përmendet në libra, por nuk është përbën ndonjë ngjarje ose tregim i cili na hyn shumë në punë për post ngjarje historike. Dhe kësaj pra Ibrahimi vendosi që ta ndërtoi Çabën. E tash Ismaili ishte i madh dhe ai një ditë prej ditëve i kërkoi kur shkoi në vizitë, tha Ismail do të më ndihmosh? Tha po. E tha vërtetë po gjej. Ja e bëti fal ma tu'mar. Tha bëj atë që ti je urdhëruar pa. Tha mu ka urdhëruar Zoti që ne të ndërtojmë Çabën. A do të bësh një gjë të tillë së bashku me mua? Ismaili pa hezitim tha po, do të bëj një gjë të tillë bashkë me ty dhe do të ndërtojmë së bashku. Kësaj Ibrahimi a.s. ishte ndërtues i Çabës dhe filloi që nga e para, po flasim nga tjegullat e para, nga gurt e parë. Dhe është interesante edhe kjo se në ndërtim gjithmonë ka edhe art. Ibrahimi deshi që të bëj në qoshin, në një prej qosheve të Çabës, aty afër derës, të lej murin pak më të gdhendur në një farforme dhe të ketë një gur, ta themi, dekorativ. Kur arriti pra aty te ai qoshi, të skaj një kënd pra, që sot është nëse i njohshëm, i kërkoi bashkëpunëtorit e tij, Ismailit, i cili vlen të përmendet, Ibrahimi ishte ai që ndërtonte, Ismaili ishte ai që i ndihmonte në ndërtim. Në të kaluarën kanë qenë shumë të njohshëm edhe sot janë mjeshtri kryesor, mjeshtri që ndërton dhe ndihmësit e tij. Kur janë bërë ndërtesat prej baltës, prej llaçit, i kanë thënë mjeshtri dhe argati i llaçit, i lloçit, që e themi gjuhë popullore. Ose kë më vonë që e bën betonin, i sjell tjegullat, gurët, blokat e të ngjashme, ndërkaq ai që bën ndërtimin, ai që bën matjen, ai do të jetë një mjeshtër me kreativitet më të madh e edhe me precizitet, sepse ndërtesa varet prej asaj që e bën ky mjeshtri. Në rastin e ndërtesës së Çabës, i tillë ishte Ibrahimi, ky mjeshtri kryesor, ndërkaq ndihmësi ishte djali i tij Ismaili. Në atë rast i kërkon një gur, thotë ta vendosi këtu një gur. E sjell Ismaili një gur dhe Ibrahimi e sheh dhe nuk i pëlqen. E largon atë. Thotë shko, ma sjell një tjetër. Thuhet se kjo mund të ndodhë disa herë, nuk i ka pëlqyer as tjetri, thuhet se ka qenë vetëm një herë. Dhe derisa Ismaili po gjurmonte, po ulumtonte një gur tjetër që mund t'ja mbush syrin babës së tij, më vonë shkon dhe ja çon një guri tjetër, kur aty e sheh se ai veç kishte vendosur një guri. Ismaili e pyeti, tha, po ti tash pas ke vendosur një guri, tha po, kam vendosur një guri këtë masolli Gjibrili. Një guri që kishte ardhur nga xheneti, i njoftun sot me emrin guri i zi, që në fillim ishte i bardh, i sjellur nga xheneti që të jetë një shenjë që kjo shtëpi vërtet është urdhër i Allahut, i mbështetur nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe nuk është hamendje ose ëndër e një njeriu që të bënte ai një ndërtim të vetin dhe të lënte një gjurmë vetëm se të thuhet unë e bëra këtë. Masa të ndryshme ishin ato që Ibrahimit a.s. i thanë të kuptoj se ku do të ndërton të Çabën. Disa thuhet se ishin vranësirat të cilat folën dhe qarkullojnë aty dhe thonin se ndërnet të ndërtohet Çabja e kështu me radhë, pra ishte edhe komunikimi me Gjibrilin.
Gjibrili në atë rast i dha një gur, të cilin gur e kemi nga xheneti. Sot e kësaj dite, aty kur fillohet tavafi, fillohet nga ai vend, nga ai gur që është e preferueshme të shkohet dhe të puthet ai gur. Të puthet ai gur sepse ashtu pasi është guri i xhenetit e bëri atë veprim edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për të ikur dilemës adhurimit të gurve, Omeri radiallahu anhu, i cili kishte dalë nga shoqëria politeiste, në një moment, pra pasi kishte vdekë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, tha këtë fjalinë e famshme të tij: o gur, unë e di që ti nuk sjell as dëm as dobi, por mos ta kisha pa të dërguarin që të puthte, unë nuk do të kisha puthur asnjëherë. Pra i bie se unë e respektoj traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kësaj të respektuar teleqikues, Ibrahimi alayhi salam vazhdoi me ndërtimin e Qabës dhe në atë ndërtim pra që ai bëri, Ibrahimi alayhi salam së bashku me Ismailin vazhduan gjersa ishte gjatësia e tyre mjaftueshme që ata të bënin ndërtimin nga toka. Më vonë, që ju e dini, Qabja është e lartë dhe lartësia e saj që pra nuk përputhet asesi me trupin e Ibrahimit a.s. i cili ka qenë më gjatë se ne. Ka qenë më gjatë se gjeneratat e tona, por më shumë i përngjan gjatësisë tonë. Atëherë i bie se megjithatë ai ka mund ta bëjë ndoshta dete gjysma e murit të Qabës ta bëjë vetë pa uzgjat, pra pa pas nevojë për mjete tjera, më vonë ka nevojë që t'i bëjë sikur themi ne skelet që të shkel mbi to dhe të vazhdojnë ndërtimin deri lart. Në atë rast kërkoi gur që të vendosen poshtë, ai të shkel mbi to, të hip mbi to si shkallë, pra, dhe të vazhdojnë ndërtimin. Njëri prej atyre gurve me dashjen Allahu xhalla xhelaluhu u bë i veçantë sepse aty i fashiten këmbët, pra i mbeten gjurmët Ibrahimit a.s. dhe ai gur quhet Maqami Ibrahimit, i cili është i ruajtur në mënyrë origjinale deri në ditët e sotme dhe është në oborrin e Qabës. Saqë Allahu kur e përmend pra Qabën se ishte shtëpia e parë e ndërtuar për njerëzimin, wa hudan lil alamin, dhe është udhëzim për këtë botët, pra jo vetëm për botën njerëzore, por jo vetëm për botën dhe njerëzit e një kohe, por për gjitha kohrat, thot fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Aty ka argumente të gjalla. Argumentet gjalla është edhe Safaja dhe Merve, ku jo shumë larg pra kishte vrapuar Haxherin. Aty është uji Zemzem, i cili uji edhe sot e kësaj dite është i veçantë. Është uji Zemzem lima shuriba lahu, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Zemzemi është ilaç, është shërim për atë që bëhet në jetë, pra është gjithçka mund të shërohet me Zemzemin. Zemzemi është ujë i çuditshëm po ashtu se nuk ka shtjerrje asnjëherë dhe nuk harxhohet. Pra mjafton për argument edhe kë. Ka edhe plot argumente tjera, por Allahu specifikisht ndër argumentet e qarta përmend këtë gurin me kamin e Ibrahimit a.s. Pra mbi cilin kishte shkel kur kishte bërë ndërtimin e pjesëve të larta të Qabës. Atëherë çfarë ndodhi me Qabën dhe çfarë është rëndësia e kësaj, ne do të shohim në vazhdim, kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt e Kuranit, që sot jemi duke folur prapë për Ibrahimin a.s., por për një gjë shumë të veçantë në jetën e tij që e karakterizon dhe është e veçantë edhe për këto kohë. Është fjala ndërtimi i Qabës. Ibrahimi a.s. ishte ai që ndërtoi Qabën pavarësisht kontekstit historik, se
kontestit, pra për e themi, a ishte Ibrahimi apo Ademi apo me lajket, ato që ndërtuan Qabën. E rëndësishme është që në historinë më moderne, ose më të re të njerëzimit, pra që daton nga Ibrahimi a.s. në tutje, atëherë dihet se Ibrahimi ka qenë ai që e bëri ndërtimin e Qabës. E rëndësishme është që pasi e përfundoi ndërtimin e Qabës, është një gjë interesante, kujt ja ndërtoi Qabën. Mendohet se në atë rast ishin 3 banorë në Mekë. 3 banorë të Qabja. Ishte vetë Ibrahimi, i cili ishte mysafir, ishte Ismaili banor i përhershëm dhe Haxheria nëna e tij. Mirë po, kjo nuk duket jetë shumë e fuqishme për shkak se megjithatë mendohet që ndërtimi i Qabës që po ndodhte nga Ibrahimi a.s. dhe Ismaili, kishte ndodhur pas martesës së Ismailit. I bie se Ismaili ka pasur edhe bashortën dhe jo vetëm. Nga erdhi bashortja, atëherë mendohet që ndërthurën këtu një ngjarje tjetër ishin arabët të Jemenit, cilët kishin ardhur me lejen e Haxherës të jetonin në Mekë. Për çfarë arsye të jetonin në Mekë? Të jetonin në Mekë për shkak të ujit. Zemzemi pra ishte aty afër dhe rrjedhimisht ata njerëzit në ato kohë, edhe sot, gjithmonë vrapojnë mas vendeve ku ka ujë. Ne pra kemi përmendur se një shtëpi, nëse duam që ta ndërtojmë në një truall të ri, fillimisht hapim pusin, bunarin, që të shohim se a ka ujë vetanak ai vend apo jo. Në të kaluarën nëse nuk i kanë besu ujësjelësit, respektivisht nuk i kanë besu është fjala çfarë nëse ndalet ujë, çfarë nëse shtjerët burimi, çfarë nëse s'ka sistem ose kompani të ujësjelësit të ngjashme, njerëzit duhet të bazohen çdo herë mbi bazat e veta që të sigurojnë ujin. Andaj fillimisht hapin pusin, punarin, pastaj ndërtojnë shtëpinë. Kësaj pra ka ndodhur, Zemzemi ishte faktor që e bëri shumë njerëz të shkojnë, të jetojnë aty, dhe Allahu xhalla xhelaluhu e bëri këtë faktorin tjetër më interesant, që nuk është më vetëm Zemzemi. Për këtë arsye edhe ne i dëgjojmë njerëzit nuk thonë po shkojmë në Mekë të pimë Zemzem, ndonse është shumë ujë i mirë dhe shërim dhe është nevojë e njerëzve, por thonë po shkojmë në Qabë, madje nuk e thonë fare në Mekë, po shkojmë në Qabë. Pra Qabja është bërë e tërë, jo vetëm simbolika, por vërtet është sikur është lutë vetë Ibrahimi a.s. Kur ka thënë, pra bëri zemrat e njerëzve që vrapojnë ose e synojnë të vinë ka ajo. Faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim. Të respektuar të shikues, ndërtimi i Qabës pra nuk pas ka qenë vetëm për 3 vetë, por për ata banor, por jo vetëm. Qabja e ka një adhurim që është shumë i veçantë dhe nuk është ky adhurim i lejuar të bëhet diku tjetër. Është fjala për tavafin. Në Qabë e bëjmë jo vetëm namazin që e kemi të rëndom pra në vendet tona ose kudo në hapësirat e kësaj toke. Në Qabë pra është ibadeti që është i njohshëm dhe është i posaçëm për Qabën, është tavafi rreth saj. Edhe tavafi rreth saj nënkupton pra të ecim, të sillemi rreth Qabës. Është ky ritual që bëhet xhamin më të mirë në botë, pra një tjetër po flas jashtë Qabës, nuk lejohet që ta bëjmë një veprim të tillë, të sillemi rreth saj. Të shkojmë pra në Medinë dhe të shetisim rreth xhamisë së profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet. Nuk lejohet ta bëjmë këtë as në ndonjë xhami kudo tjetër, ta zëmë në Indi apo në Pakistan apo diku tjetër në Kanada apo në Amerikë apo në Meksik, kudo që të ketë xhami, nuk lejohet që ne atë xhami ta glorifikojmë, ta madhrojmë dhe të sillemi rreth saj, pra vetëm falemi aty, vetëm bëjmë lutjen, namazin në to, apo jo kësi eci. E kjo ecja tavafi pra është një ibadet i veçantë i Qabës.
pastaj të këtë avafi kur shkojmë, vizitën që e bëjmë për këtë adhurim, që mund tjetë pastaj haxhi dhe umreja, bëhet po ashtu nga burrat me veshje të veçantë. Pra, hymë aty duke qenë me ihrama. Me ihrama nuk është për qëllim vetëm veshja, sa është për qëllim statusi. Që i bie me ihrama, në kuptim të statusit janë edhe burrat edhe gratë. Por me veshje të atyre dy petkave të pa qepuna, të pa lidhuna, të pa dizajnuara sipas trupit të njeriut, pra thjesht dy mbështjellje, njëra në pjesën e poshtme të trupit, njëra tjetra në pjesën e lartë, ato janë që kërkohen të bëhen vetëm kur e vizitojmë Qabën, vetëm kur e vizitojmë shtëpinë e Allahut. Pra nuk kërkohet që ato të vishin as kur shkojmë në Medinë, as kur shkojmë për ta vizituar xhamin në Aksa në Jerusalem. Pra si xhamit shejtat, mos flasim për xhamit tjera të rëndomta. Aty me ndërtimin e Qabës, Ibrahimi a.s. urdhërohet me një diçka të veçantë tjetër që është. Cila është ajo? Ibrahimi a.s. urdhërohet që t'i thirrë njerëzit për në haxh. Allahu i thotë: "Wa adhin fi an-nasi bil haxhi ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq." Thirriti njerëzit për haxh, pra i vjen urdhër prej Allahut xhalla xhelaluhu, njerëzit vinë pastaj duke ecë edhe vinë duke qenë mbi kafsh barce që vinë nga vendet të largta. Kështu i thot Allahu xhalla xhelaluhu. Ibrahimi a.s. thot si ti thrasun njerëzit, si ti që ftesa atyre, thirrja atyre që të vinë ta vizitojnë ata Qabën, ta bëjnë haxhin. Ta kenë haxhi i bjen qëllim, e që ta kenë qëllim vizitën në Mekë, jo kalim rasti, jo tregti, jo ndonjë arsye tjetër, por të shkojnë pra ekskluzivisht për të bërë adhurim dhe për të shku për të bërë këtë tavafin të Qabja. Në këtë situatë, Allahu xhalla xhelaluhu i jep këtë urdhën dhe Ibrahimi a.s. i habitun thotu Allah, unë si t'ja bëj këtë thirrje, si të më dëgjoj njerëzit, ku njerëz ka në mbar rruzullin toksor dhe ata të gjithë quhen njerëz, atër si ti thirrje të gjithë njerëzit, Allahu këtu e jep një mesazh shumë të madh, thot ti thirrje njerëzit, e jotja është ti thrasësh, e imja është që ta përçoj zërin tënd. Kjo fjali është mesazh shumë i madh për hoxhallarët, për thirrësit, për ata që e bëjnë përhapjen e fjalës së Allahut. Shpesh të duket, pse unë ta bëj një punë kur të tjerët nuk ma vlerësojnë? Pse unë ta bëj një punë kur të tjerët nuk din ta çmojnë? Pse ta bëj një thirrje kur aty njerëzit as nuk të dëgjojnë? Shpesh hoxha vlerëson gabimisht një mes të caktuar të njerëzve dhe të thotë se unë po t'ju flas këtyre për fe, këta askush nuk më dëgjojnë. Këta janë të dalun dhe të përdalun dhe unë nuk duhet të haxhoj frymë për t'i thirrë këta në rrugën e Zotit. Kur njëherë nuk duhet ta bëjmë këtë. Ky është gabim trashanik. Imagjinoni kur njerëzit kanë një çështje të caktuar para vetes, para sysh, që ta çojnë përpara, ata nuk e zgjedhin vendin, kohën, momentin. Imagjinoni kur njeri ka produkt për të shit. Ai e shet në tezgë në pazar, por nuk e lë pa reklamuar atë edhe rrugës duke shku në pazar. Edhe rrugës ka kthehet prej pazarit nëse ka mbetur diç pa ushit. Ai kudo që të ketë mes të njerëzve e shfrytëzon rastin ta bëjë reklamën. Pra me fjalë bën reklam. Mos flasim në ditët e sotme kur të gjithë ata që shesin diçka, që kanë ndonjë produkt, qoftë prodhim të vetin, qoftë që kanë tregtuar me të gjithë e bëjnë pa kurfar turpi me reklam. Pra e reklamojnë sotme edhe në mjetet të ndryshme të informimit, po edhe në rrjetet sociale tregtari nuk heziton të tregohet se është tregtar. Imagjinoni tjetrën, fushatat zgjedhore në sistemet ku populli zgjedh prisit e tyre, njerëzit
nuk hezitojnë të dalin dhe të tregojnë programin e tyre. Ata biznispresin të i shohin 20 vjet, 30 vjet, edhe 5 vjet dhe t'ju flasin se ai është në garë, ai do që të bëhet kryetari i komunës, ose do të bëhet asamblejist, ose do të bëhet deputet, ose konkuron fare për qeveri. Mos flasim kur është koha e posaçme për një gjë të tillë. Për te Allahu xhalla xhelaluhu fushata, koha është tërë jetën, nuk është një moment. Duhet ta bëjmë punën në mënyrë shumë të organizuar në vetvete, shumë të programuar, pra të mos e mendojmë që thirrja është kur ne jemi në disponim ose kur ne kemi kohë të lirë. Përkundrazi duhet vazhdimisht ne për këtë të bëhemi gati e të tjerat në jetën e përditshme sa të mund të arrijm, sa nuk mund i lëm dhe largohemi. Pra Allahu po i thot Ibrahimit a.s. ti bëje thirrjen e imja është që ta përçoj zërin tënd, respektivisht thirrjen tënde. Jo rastësisht të nderuar teleshikues, thuhet se për në haxh, kur është koha të shkojmë, thuhet kjo është nga lutja ose nga thirrja e Ibrahimit a.s. E kur dikujt nuk i bën rande të shkojnë në haxh, pra i thuhet por nuk e kishte thirrë Ibrahimi. Është fjala jo që Ibrahimi nuk i ka thirrë, por pas ka qenë caktimi Allahu që ai të mos shkojë si vjet, ndoshta shkon në vitin tjetër, pra sikur thuhet, pra nuk ka zënë vend, nuk është interpretuar thirrja e Ibrahimit. Sot a ka njeri që nuk din për haxhin? A ka njeri në botë që nuk e din detyrueshmërinë që e kemi për ta kryer haxhin? S'ka njeri në botë. Ndonse kjo është tash detyrë vetëm për muslimanët, por edhe fetë dhe besimet e tjera e kanë pelegrinazhin, e kanë adhurimin e organizuar në vend të caktuar dhe udhëtimin për të shkuar dhe për ta bërë atë adhurim. Allahu xhalla xhelaluhu pra përpos që urdhëroi Ibrahimin a.s. ta ndërtoi Qabën, e urdhëroi po ashtu edhe t'i thras njerëzit që ta bëjnë atë adhurim, i cili adhurim nuk u ndërprej kurrënjëherë deri në ditët e sotme. Kishte devijime më vonë, pra të jemi korrekt, kishte pra largim nga parimet bazë, kishte filluar që të përhapet edhe në Qabë politeizmi, ama megjithatë njerëzit pa ndërprerje nga koha e Ibrahimit a.s. kanë shkuar dhe e kanë vizituar, madje siç është thënë tamam me fjalën, nga vendet të larta, min kulli fejjin amiq, edhe nëse është një vrim e lartë e një vendi që nuk ta merr mendja, ti dëgjon se njerëzit shkojnë në Qabë. Madje do kohë ka pas prej dietarëve, prej tyre thuhet Ibn Abbasi dhe të tjerë, kanë thënë se pse nuk e kemi realizu të shkojmë në Qabë, ata prej Medinës në atë kohë, në këmbë, sepse aty përmendën këmbësorët para atyre që shkojnë me mjetet të udhëtimit, pra nga sevapi madh. Dhe sot e kësaj dite ju dëgjoni ndonjë rast tek tuk të rradha që dikush ka fillu udhëtimin e tij në tokë, të shkojë për toke, dikush ndoshta në këmbë fare, dikush me bicikletë që të bëj haxhin, pra nisën nga kjo piknisje e këtyre dietarëve që kanë parapëlqyer që haxhi të bëhet në këmbë. Natyrshëm në ditën e sotme kjo nuk kërkohet, madje thuhet, shumica dietarë mendojnë se haxhi në mjet të udhëtimit është më i vlefshëm, arsye që ne nuk kërkohet që të lodhemi tepër, dhe tjetra është se haxhi me mjetet të udhëtimit është më i kushtueshëm. Në këmbë është pa investim, pra përveç ushqimit tënd, pavarësisht që ai ushqimi zgjat shumë, pra sepse duhet kohë më shumë që të udhëtosh, ne duhet ta shfrytëzojmë kohën dhe udhëtojmë me mjetet të udhëtimit që në ditët e sotme nga vendet tona janë vetëm aeroplanet ata që bëjnë bartjen e haxhive. Në kushte tjera kanë qenë edhe organizime me autobus, por megjithatë jo të bëhet një udhëtim tepër i ngadalshëm dhe tepër i vonueshëm për ta kryer ritualin e haxhit. Qabja pra është bërë kible më vonë, Qabja është bërë kible e muslimanëve, Qabja është vendi ku do të vjen edhe vula e profetëve,
ula e pejgamberve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra është ai vend ku tubohen njerëzit aty, adhurojnë Allahun, por është edhe vendi që tamam është bërë lutje për atë vend që Ibrahimi dhe Ismaili e bën, thanë, o Zot, Rabbena taqabbal minna, o Zot, pranoje prej nesh, inneke antes samiul alim. Atë ishte lutur Ibrahimi a.s. Rabbena wa ba'ath fihim rasulan minhum. O Zot, pastaj dërgo këtu profet prej mesit të njerëzve, që ata profet, pra ata thirrës, të jenë të tillë që njerëzit i udhëzojnë, ka e mbara, ka e mira, ka e nevojshmja, ka prosperiteti i dynjas dhe i ahiretit. Andaj dhe kjo lutje i është pranuar Ibrahimit a.s. dhe në vonë do të dërgohet aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket Ibrahimit dhe ngjarjeve të tij më interesante, që e përmbyllim me ngjarjen tash më interesante, që është ndërtimi i Qabës. Nuk them se e përmbyllim të tërë me Ibrahimin, por tash emri Ibrahimit mund të lidhet edhe me profet dhe popull tjerë në mënyrë të tërthort, andaj edhe nëse do ta përmendim atë tash, do ta kemi si shembull më të lartë, do të flasim për ngjarje tjetër, për popull tjetër që e përmend Kurani, dhe të shohim se çfarë ka ndodhur me ta në pika më të detajshme. Deri në takimin e radhës, ju lëm kujdesin Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.